të shoh nxënësit e shkollës sime që gumzhin në obor, pastaj me vrap hyjnë në klasat e tyre për të marrë dije dhe edukat, ndjej kënaqësi. Këtë vit, në ditët e para të shkollës, mësuesit na folën për përvjetorin e 62 të shkollës Gjoks Shqiptari. Që nga emri, shkolla jonë ndjen një lloj tjetër përgjegjësie dhe krenarie për këtë hero që na nderon edhe sot. Gjoks Shqiptari ishte heroi i cili luftoi me vetmohin për të përhapur shkronjat shqipe në zonën e Pogradecit. Ai u kalli datën armiqve saqë ata e dogjën për së gjalli. Por, ata nuk mundën të digjnin misionin që ai la për trimërinë e dashurinë të adheut ton. Prandaj, unë, si nxënëse e kësaj shkolle, bashkë me shokët dhe shoqet e mia, bashkë flasim një zëri dhe jemi krenar që marrim dijet e para në këtë shkollë që mban këtë emër heroi. Jemi me fat që ne sot fal këtij luftari, por jo vetëm, të cilët ishin të shumë në numër, flasim dhe shkruajmë gjuhën shqipe. Këtë gjuhë që na e lan amanet të parë tan, edhe ne po me të njëjtën dëshirë do ju lëm trashëgimi brezave të ardhshëm. Shkolla Gjoks Shqiptari mban emrin e një patrioti dhe mësuesi të njohur shqiptar, i cili ka dhënë një kontribut të madh për arsimin dhe përhapjen e gjuhës shqipe. Ai është kujtuar për dashurinë ndaj dijes dhe adheut, prandaj emri i tij u vendos që të mbajmë përjet kujtimin e një njeriu që luftoi për shkollën dhe për kombin. Kjo shkollë u hap për të arsimuar fëmijët e zonës dhe për t'u dhënë atyre mundësinë të mësojnë, të zhvillohen dhe të ndërtojnë një të ardhme më të mirë. Që nga hapja e saj, shkolla është bërë një vend i dashur për nxënësit, ku ata mësojnë jo vetëm lëndët shkollore, por edhe vlerat si respekti, puna dhe dashuria për vendin. Në ambientin e shkollës Gjoks Shqiptari zhvillohen shumë veprimtari mësimore, kulturore dhe sportive. Nxënësit marrin pjesë me dëshirë dhe tregojnë talentin e tyre në çdo fushë. Fal mësuesve të përkushtuar, shkolla vazhdon traditën e mirë të mësimit dhe ruajtjes së gjuhës shqipe, duke ndërtuar çdo ditë emrin që mban. Në zemër të qytetit të Pogradecit ndodhet shkolla Gjoks Shqiptari, një vend ku dita nis me zëra fëmijësh dhe me buzëqeshjen e mësuesve. Ajo nuk është thjesht një ndërtesë me klasa dhe korridore, por një skuadër e përbërë nga mësuesit dhe nxënësit të cilët luftojnë për të mirën tonë. Emri i saj mban peshë të madhe, Gjoks Shqiptari, një patriot që luftoi për gjuhën dhe arsimin tonë. Çdo herë që e shqiptojmë këtë emër ne ndjejmë krenari dhe kujtojmë se dija është arma më e fortë që një popull mund të ketë. Në këtë shkollë ne jo thjesht mësojmë, por edhe bëjmë aktivitete, lojra, edukim të cilat na vlejnë shumë. Mësuesit janë ata që na japin dije dhe na duan më të mirën, të cilët janë kryesorët në skuadrën tonë. Obori i shkollës është vendi ku gëzimi shpërthen në lojra, ku shoqëria bëhet më e madhe dhe më e fortë, ku ndjejmë se secili bën pjesë në skuadër. Aty mësojmë të ndajmë, të respektojmë dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Shkolla Gjoks Shqiptari është më shumë se një vend ku marrim dije. Ajo është një qendër ku mësojmë të jemi njerëz më të mirë, të ëndërrojmë për të ardhmen dhe të kuptojmë se dijet që marrim sot do të na ndihmojnë nesër në jetë. Çdo klas, çdo mësim, çdo këshill e mësuesve mbeten të gdhendura në mendje dhe në zemrën tonë. Prandaj shkolla Gjoks Shqiptari është vendi ku rritem dhe ndërtoj ëndrat e mia, ajo do të mbetet gjithmonë një kujtim në zemrën time. Gjuha shqipe është zemra që rre brenda adheut tonë Shqipëri. Çdo gërm e saj ka histori, kujtime, ndjesi dhe krenari. Gjuhë së cilës i kanë thurur vargje të parë tanë si Naimi, Fishta, Mjeda etje. Gjuhë për të cilën kanë sakrifikuar të parë tanë duke mbrojtur me gjakun e tyre këtë thesar që kur të mos humbas. Gjuhë shqipe, kjo dritë që ndriçon identitetin tonë dhe ur lidhse të kaluarës me të ardhmen. Ajo është tregues themelor për rrënjët tona që në Iliri. E ruajtur me gojë dhe në zemra plot dashuri të shqiptarëve të parë të cilët e shkruan fshehurazi në librat e tyre për ta mbajtur të pavdekshëm thesarin tonë. Të parë tanë si mësues e patriot dhe mbrojtën gjuhën shqipe duke rrezikuar jetën, lirinë dhe pasurinë e tyre. Ndër mbrojtësit e saj ishin mësues e patriot, nënat shqiptare dhe rilindasit kombëtar. U mësua fshehurazi dhe u mbajt në mendjen dhe zemrën e çdo shqiptari, fëmije dhe të rrituri. Po sot çfarë po ndodh me ne dhe këtë thesar? Ndritësimi dhe shkëlqimi i këtij thesari po vjen duke u venitur. E zhytur mes dritave të telefonave dhe gjuhëve moderne në duart e rinisë son, ajo fluturon sa andej këndej e plagosur nga fjalë të huaja, shkurtesa dhe pa kujdesi në të shkruar. Ndonjëherë e zvendesuar nga emoi duke e lënë të mbyllur në një sunduk të së vjetrës dhe duke ja humbur vlerën e thesarit që mban ndër shekuj.
Mes gjithë kësaj rëmuje dhe zhvlerësimesh ka ende zëra të pastër si këta tanët që e vlerësojnë, e mbrojnë, e shkruajnë me dashuri dhe flasin me krenari. Ta mbajmë fort brenda zemrave tona këtë gjuhë të shkruar me gjak se është thesari ynë ndërshekullor. Të gjua të hre gjë të mbroj gjuhë shqiptare, sepse ju e zemra që rre në gjakun e çdo shqiptari.